nga Adriatik Doçi. Në prill të vitit 2021, Ilir Meta paraqiti në presidencë biznesmenin Erion Mane, i cili denoncoi Blendi Gonxhën aso kohë drejtori i DPSHTR-s, duke akuzuar se i ka vënë gjoba në mënyrë të padrejtë. Ai tregoi disa komunikime me Gonxhën. Pas kësaj, Mane denoncoi se i kishin ardhur mesazhe nga patronazhistët, ku i tregonin të dhënat e familjarëve të tij dhe të biznesit që ai zotronte. Je në besën time, çdo gjë që të ndodh ty, do ta kem me bablokun e rilindjes. Sot do t'i vë një nga shoqëruesit e mi ta survejoj, tha Meta. Edhe pse në mbrojtjen e Metës, Mane tha se do të kërkonte azil politik, pasi nuk ndjehej i sigurt. Por, çfarë ndodhi me biznesmenin e madh që Meta ekspozoi në presidencë si shembull i veprimit të patronazhistëve të PS-s? Në 7 janar të vitit 2025, Erion Mane themelon kompaninë e shitblerjes së pronave dhe udhëtimeve Hans SHPK bashkë me 2 fëmijët e Ilir Metës, Besar dhe Bora Metaj, të cilët prej 2 vitesh janë kthyer nga Anglia në Shqipëri, duke hyrë biznesit të ndërmjetësimit të shitjes së pasurive të paluajtshme. Është një rrugë ndjekur më herët nga fëmijët e Sali Berishës, Shkëlzeni dhe Argita, të cilët si sekser të ligjëruar kanë deklaruar qindra mijëra euro fitime, në disa raste fal kontratave të majme me biznesmen që kanë përfituar koncesione nga babai i tyre kur ishte kryeministër. Kapitali i kompanisë në cilën Erion Mane, Besar Metaj dhe Bora Metaj kanë aksione të barabarta është 100.000 lek. Zyrat e kompanisë janë deklaruar me adresë në Mzez, zona kadastrale 2679, me numër pasurie 440, fraksion 418. Adresa e kompanisë përkon me lokacionin e disa pasurive të paluajtshme, të cilat figurojnë në emrin e zonjës Fatime Kryemadhi, e cila është gjyshi e aksionerëve Besar dhe Bora Metaj. Fatime Kryemadhi, me vetëm 8.316 lek pension, ka në emrin e saj pasuri me vlera qindra mijëra euro, disa nga të cilat janë sekuestruar nga SPAK, si produkt i pastrimit të parave të korrupsionit të bijës Monika Kryemadhi dhe ish-dëndrit Ilir Meta, i cili ndodhet në burgun 313, që nga 21 tetori 2024 si i dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas dosjes së SPAK, Fatime Kryemadhi nuk justifikon me të ardhurat të lishme 846.000 euro të investuara në pasuri të paluajtshme, teksa SPAK po avanconte me hetimet ndaj Ilir Metës dhe Kryemadhit. Më 13 nëntor 2023, Besar dhe Bora Metaj themeluan kompaninë e pasurive të paluajtshme Hazar SHPK me kapital 100.000 lek. Investigimet serioze mediatike dhe dosjet e SPAK kanë treguar se kompani të tilla përdoren shpesh për pastrim parash, mbulim të pasurive të paluajtshme, si dhe për zbatimin e skemave korruptive, siç është rasti për shembull kur Ismail Mulleti në vitin 2008 i dha kompanisë së ndërmjetësimit të Shkëlzen Berishës 350.000 euro për t'i gjetur disa prona në Durrës me qëllim blerjen e tyre, ndërsa më pas Sali Berisha si kryeministër përmes Ridvan Bodes i dha Mulletit koncesionin e markimit dhe monitorimit të karburanteve me një marrë shfitimi 1.2 milion euro në vit. Apo rasti i Amarbër Maltezit, i cili kishte kamufluar me kompanitë e tij rreth 60 pasuri të paluajtshme me vlerë 10 milion euro, një pjesë të cilave të sekuestruara nga SPAK.